Samir Tahiri ka qenë një nga figurat më aktive të politikës në vend, por tashmë ka vendosur të qëndrojë larg politikës dhe atyre që dikur i konsideronte miq, por në momentet e tij më të vështira e braktisën duke i kthyer kurrizin. Kjo mërzitje dhe zhgënjim ju përkthyen në sëmundje shëndetësore. Ish-ministri, pas daljes nga burgu, udhëton shpesh drejt Italisë për të kuruar. Bashkëshortja e Tahirit është pedagoge. Ajo nuk ka planuar kurrësi që Samiri të kurohet në Shqipëri për shkak të përvojës shumë të keqe që ajo ka patur në Spitalin Shtetëror të Tiranës. Bashkëshortja e Tahirit ndau me ndjekësit e saj në rrjetet sociale një histori personale që ka tronditur jo pak opinionin publik. Ajo shkroi: "Çova mamin për ta vizituar në një spital shtetëror. Pasi mjekja e vizitoi, më tha se duhet ta çoja për ndërhyrje kirurgjikale të menjëhershme te spitali i saj privat, sepse shteti nuk e ofronte këtë shërbim. Nuk po bëja më llogari përpara shëndetit të mamit, as lekët dhe asgjë tjetër. E çova aty ku më tha mjekja, e cila bëri dhe ndërhyrjen. Dhe kur u takuam, pa më thënë akoma se si kishte shkuar ndërhyrja, më kërkoi lekët. Okej, ja pagova, por mami nuk po përmirësoi. Pas disa ditësh e çuam mamin me urgjencë në Itali. Aty mjekët më thanë: ndërhyrja është bërë gabim, edhe trajtimi më pas është bërë gabim. Thënë më thjesht, çdo gjë ishte bërë gabim. E të mendosh që ne paguam jo pak, por asgjë nuk vleti. Mami im humbi jetën. Nuk munda dot të shpëtoj jetën e mamit, se fatkeqësisht ky është sistemi ynë shëndetësor. Kjo është historia ime e dhimbshme familjare që unë doja ta ndaja me ju, dhe për të gjithë ju sot kam një mesazh: përqafoni prindit, fëmijët dhe çdo që dashuroni në këtë botë."